Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. I thoni lamtumir tensionit pa përdorur ilaçe, duke konsumuar këto ushqime çdo ditë. Presioni i lartë i gjakut është një tregues i rëndësishëm i shëndetit të zemrës. Kur është i lartë, rrezikohet nga një mori probleme shëndetësore si goditja në tru, infarkti ose sëmundje të tjera kardiovaskulare. Sipas Brightside, do të rendisim disa mënyra se si të ndihmoni trupin tuaj në menaxhimin e këtij shqetësimi pa përdorur medikamente. Ushtrimet sistematike janë një zgjidhje shumë e mirë. Respektimi i një programi ushtrimesh mund të parandalojë një rritje tjetër të presionit të gjakut. Sipas ekspertëve, një objektiv ditor prej gjysmore ushtrime me intensitet të moderuar është objektivi i arritshëm dhe efektiv për lehtësimin e problemeve të hipertensionit. Humbja e peshës. Humbja e pak peshe, të paktën 5 kg nga masa juaj trupore, është gjithçka që duhet për të parë rënien e vlerave të presionit të gjakut. Rregullimi që sjell humbja e peshës në presionin e gjakut është spektakolar, veçanërisht për njerëzit mbi peshë që kanë deri në 6 herë më shumë gjasa për të zhvilluar hipertension. Reduktimi i marrjes së natriumit. Sekreti për rregullimin e presionit të gjakut është reduktimi i natriumit në 1500 mg në ditë dhe rritja e kaliumit. Ju nuk keni nevojë të numëroni gramët e kripës për të arritur qëllimin tuaj. Mjafton të shmangni ushqime të tjera të llojeve të përpunuara dhe të gatshme dhe të vendosni në tenxhere një menu me minimumin e kripës gjatë gatimit. Dieta e shëndetshme është një zgjidhje shumë e mirë kundër hipertensionit. Dieta mesdhetare është opsioni ideal për uljen e vlerave të presionit të gjakut. Në çdo rast, dieta jone duhet të jetë e pasur me fruta, perime, mish, padjam, peshk, bishtaja dhe drithra. Ndaloni pirjen e duhanit. Pirja e duhanit rrit presionin e gjakut duke shkaktuar dëme në muret e enëve të gjakut, inflamacion dhe arterioskleroz, dhe menaxhimi i duhur i shëndetit tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë për të ndihmuar gjithashtu edhe në kujdesin ndaj tensionit të lartë. Ecni sa më shumë. Ushtrimi është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për të ulur presionin e gjakut. Ushtrimi i rregullt të ndihmon për ta bërë zemrën më të fortë dhe efikase në pompimin e gjakut, gjë që ul presionin në arteriet tuaja. Në fakt, 150 minuta ecje në javë mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës suaj. Më shumë stërvitje ndihmon në reduktimin e tij dhe më tej. Zvogëloni në maksimum sasinë e kripës dhe mos pini alkool. Pirja e alkoolit mund të rrisë presionin e gjakut. Në fakt, alkooli është i lidhur me 16% të rasteve të tensionit të lartë në mbar botën. Në SBA, konsumi moderuar i alkoolit përkufizohet si jo më shumë se 1 pije në ditë për gra dhe 2 për burrat. Nëse pini më shumë se kaq, atëherë kufizoheni. Hani më shumë ushqime të pasur me kalium. Kaliumi është një mineral i rëndësishëm për sistemin tuaj, pasi trupi juaj heq qafën natriumit dhe lehtëson presionin e enëve të gjakut. Për të mbajtur një ekuilibër më të mirë të kaliumit dhe natriumit në dietën tuaj, ju mund të përqendroheni në ngrënien e sa më pak ushqimeve të përpunuara. Ushqimet që janë veçanërisht të larta në kalium përfshin perimet, veçanërisht zarzavatet me gjethe, domatet, patatet, frutat duke përfshirë pieprin, bananet, avokadon, portokall dhe kajsi. Bulmet të tilla si qumshti, kosi, salmoni, toni, arra dhe fara. Mësoni të menaxhoni stresin. Stresi është një nxitës kryesor i presionit të lartë të gjakut. Disa studime kanë ulëntuar se si të zvogëloni stresin dhe të ndihmoni në presionin e ulët të gjakut. Muzika e mirë mund t'ju ndihmojë në relaksimin e sistemit tuaj nervor. Këshilla e dytë që ju vjen në ndihmë është të punoni më pak. Situata stresuese të punës në përgjithësi janë të lidhura me presionin e lartë të gjakut. Hani çokoladata të errta ose ato me kakao. Sasitë të moderuara të çokoladës mund të ndihmojnë në sistemin tuaj për shkak se çokolada e errët dhe pluri i kakaos janë të pasur me flavonoide. Mbi bazën e disa studimeve, flavonoidet mund të ndihmojnë në zemrën tuaj duke përfshirë zvogëlimin e presionit të gjakut. Humbisni peshën e tepërt. Nëse jeni mbi peshë, humbja e peshës mund të ndihmojë në ndryshimin më të madh në shëndetin e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2016, humbja me 5% e masës trupore mund të ulë ndjeshëm presionin e lartë të gjakut. Humbja në peshë mund të ndihmojë enët e gjakut të bëjnë një punë më të mirë në zgjerimin dhe në kontraktimin, duke bërë më të lehtë që ventrikula e majtë e zemrës të pompojë gjakun.
Mos e konsumoni duhanin. Ndër arsyet e shpeshta për të lënë duhanin është se ky zakon është një faktor i fortë i rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Tymi i cigares shkakton një rritje të lehtë të presionit të gjakut. Kimikatet në duhan janë gjithashtu të njohura për të dëmtuara enët e gjakut. Hani ushqime të pasur me kalcium. Njerëzit me konsum të ulët të kalciumit shpesh kanë presion të lartë të gjakut. Për shumicën e të rriturve rekomandimi i kalciumit është 1000 mg në ditë. Për gratë mbi 50 vjeç dhe burrat mbi 70 vjeç është 1200 mg në ditë. Përveç qumshtit mund të merrni kalcium edhe nga zarzavatet. Hani ushqime të pasur me magnez. Magnezi është një mineral i rëndësishëm për ndihmën që ofron për enët e gjakut që të relaksohen. Kështu një dietë e pasur me magnez është një mënyrë shumë e rekomanduar për të shmangur presionin e lartë të gjakut. Ju mund të përfitoni magnezin me anë të perimeve, produkteve të qumshtit, bishtajave, mishit të pulës e të tjera. Për të ndihmuar në një menaxhim më të mirë të tensionit të gjakut, ju duhet të tregojeni gjithashtu më të kujdesshëm me atë që zgjidhni në dietën tuaj. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Vlerat normale të presionit arterial duhet të jenë në 12/8, ndërkohë që vlerat mbi 14 njihen si hipertension ose presion i lartë i gjakut, citon health.com. Hipertensioni jo rrallëherë jep komplikacione që mund të jenë edhe fatale për personin, me dëmtime të muskulit të zemrës, hemoragji cerebrale, dëmtim të veshkave, zgjerim të aortës, ndërkohë që thekson edhe rëndësinë e parandalimit. Shenjat më të shpeshta të tensionit që edhe nënvlerësohen janë dhimbje koke, shtrëngime në krahëror që mund të shoqërohen edhe me mpirje të krahut të majt, mund të keni ndjesinë të vjella, skuqje në fytyrë, afshe të nxehta, dhimbje të gjoksit që mund të ngatrohen edhe me sëmundje të arterieve koronare. Disa nga shkaqet kryesore të zhvillimit të tensionit të lartë të gjakut janë konsumi i tepërt i kripës, të qenit mbi peshë, përdorimi i tepërt i alkoolit. Tensioni mund të ulet duke bërë ndryshime në dietë dhe në mënyrën e jetesës, si dhe duke marrë mjekimet. Këto janë ushqimet të cilat do ju ndihmojnë për të menaxhuar më mirë tensionin e lartë të gjakut. Frutat e pyllit. Luleshtrydhet, boronicat dhe manaferat mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Ato janë të pasur me flavonoide, substanca këto që relaksojnë enët e gjakut, duke përmirësuar kështu qarkullimin më të mirë. Avokado. Nëse zgjedhja e mirë për të luftimin e tensionit të lartë është avokado, atëherë ajo është e pasur me kalium, një mineral kyç i cili ndihmon veshkat të filtrojnë lëngjet nga gjaku, duke ulur kështu presionin e gjakut. Selino. Selinoja përmban kimikate të ftalate që mund të relaksojnë muret arteriale duke ulur kështu tensionin e gjakut. Koriander. Kjo erëzë gjithashtu ndihmon në luftimin e tensionit të gjakut, ajo ka edhe veti diuretike në trup, prandaj mund të ndihmojë njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë në gjak. Ushqimet jeshile. Jeshilliqet rrisin nivelin e magnezit dhe ndihmojnë kështu në luftimin e tensionit të gjakut. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve, duhet të bëni edhe ndryshime të tjera në mënyrën e jetesës për të trajtuar tensionin e gjakut, si dhe të kryeni më shpesh aktivitete fizike dhe të shmangni ushqimet me përmbajtje të lartë të kripës. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme në tensionin e gjakut dhe mirëmbajtjen e niveleve të tij. Tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibër e cila ju mban të ngopur dhe frenon disa nga ushqyesit e tepërt. Nëse mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni sasi maksimale të fibrës pa pasur nevojë për mbërthues shtesë. Frutat. Është e vërtetuar se frutat kanë sheqer që vjen në formën e fruktozës, por ato përmbajnë edhe fibër, minerale dhe vitamina. Bananet dhe portokalli janë të rekomanduara sepse ofrojnë kalium, një mineral që mban zemrën të shëndetshme dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e tensionit të gjakut. Farat dhe barishtet e egra gjithashtu duhet të jenë pjesë e menus suaj ushqimore, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe në menaxhimin e luhatjeve të tensionit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.